shiroj vendit tim një qeverisje një partijake, sepse është shteti e ka karakterin tonë multipartijake dhe e ka të tillë që nuk e lejon, se na shkojmë pastaj tek nga demokracia në një totalitarizëm, me kap pushtetin totalisht. Kështu që këto ditë edhe javët e fundit e kemi parë një skenar që partia e parë, përkundër faktit që e ka marrë një iniciativë për një dialog me partitë opozitare, nuk kemi parë një gatishmëri për të bërë hapin për kompromis. Qartë. Pra, sipas jush, dëshira e madhe aktualisht e pushtetit që i kemi, edhe për më shumë pushtet, na solli në këtë krizë të re? Absolutisht po, sepse po të ishte partia në pushtet më e arsyeshme edhe të arrinte kompromise edhe konsensus. Faktikisht ne kemi thënë që edhe si parti politike kemi shku edhe në dialog, kemi shfaqur gjithë gatishmërinë tonë, ose për të bërë një marrëveshje politike, ose për të arritur të një konsensus. Po kjo nuk ka ndodhur. E kemi pa në bisedime gjitha partit, por veçanërisht Lumir Abdigjiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, sepse përgjegjësia jonë si parti politike është që pavarësisht numrave dhe rezultatit të zgjedhjeve që për ne nuk ishte i kënaqshëm, ne kemi shfaqur gatishmërinë tonë për shkak se Kosova ka nevojë për institucione stabile dhe ka nevojë që të mos shkohet në zgjedhje. E ne këtë kemi ditë edhe për çata kemi bë maksimalisht në këto raunde diskutimesh me qëllim që të vim tek marrëveshjet. Tek marrëveshjet që të kemi një president ose presidente edhe pastaj të vazhdojmë rolin ton ashtu siç e ka përcaktuar edhe qytetari. Po pa marrë parasysh tentativave përsëri do të kemi zgjedhje. Po, me gjaz tani kemi një situatë ku me që s'kishim një marrëveshje ose një konsensus dhe një emër të cilin jemi dakorduar, kemi pas një situatë që në kuvendin e Kosovës janë prezantuar 2 kandidatura nga vetë partia vetëvendosje, edhe është mbajt një seancë për tentimin e zgjedhjes presidentit, do me thënë nga një parti politike. Edhe kjo në vetvete ishte veprimi domosdoshëm mungesa e partive opozitare në këtë seancë? Po, sepse e shfaq një pakënaqësi të vullnetit politik. E shfaq, domethënë, një lloj situate, një përgjigje ndaj seancës që ka 2 kandidat një partijak. Dhe partitë e tjera normalisht që nuk mund të jenë të pajtueshme. Madje mos harroni, edhe vetë kryeministri ka thënë që nuk do të kemi një president me librezë partijake. E ndodhi krejt e kundërta, edhe i qiti 2 njerëz me libreza partijake. Se ndodhi kjo? E keni analizuar, ka qenë në tema të bisedimeve në mes të Abdigjikut dhe Kurtit edhe kjo çështje? Nga dëshira me kap çdo post, edhe nga insistimi që kandidatura të jetë dikush nga vetëvendosja. Dhe kjo nuk është e shëndetshme. Ka qenë shumë e qartë, besoj njësoj edhe për lëvizjen e vetëvendosjes që opozita nuk do ta pranojë këtë, nuk do të qëndrojë në suall dhe nuk do ta votojë dhe nuk do të ketë realisht një kryeminist, një president që vjen me librezë, siç po e quani, të lëvizjes vetëvendosjes. Ai premtoi që nuk do ta bëj. Do të përfundojmë. Po, ndoshta edhe ka qenë skenar i menduar. Po tash pyetja ne sot e pyesim pse po ka dëshirë me na çu në zgjedhje, kur ke marrë 51%, kur nuk po je i gatshëm të bësh asnjë kompromis, po insiston gjithsesi ka rruga e zgjedhjeve, kjo është vërtet një pyetje të cilën duhet, ose një përgjigje të cilën duhet na jep lideri i lëvizjes vetëvendosje. Pse nuk po i mjaftojmë 51%? Do të thonë është totalisht i paaft që të bëj politikë racionale edhe të arsyeshme në të mirë të qytetarëve. Ai po harron që qytetarët ja kanë dhënë besimin me qeverisë, me bosane të mira për qytetarët. Imagjinoni që 1 vjet e diçka, po bën 1 vjet e 3 muaj, që ne nuk kemi qeveri të plot fuqishme, që merr vendime në të mirë të qytetarëve. Është e drejtë kjo për qytetarët? Jo, nuk është absolutisht e drejtë, po ai po ju hedh syve, duke u dhënë nga skema sociale, duke ju dhënë para për fëmijë, për nëna, për lehona, kështu me radhë, po këto skema nuk paraqesin politika zhvillimore. Ato 100 euro që ju jep
nanave, ato hargjohen. Ne kemi nevoj për vende puna për nana, ne kemi nevoj për vende pune më shumë për prindrit, kemi nevoj për sistem arsimor më të mirë, më cilësor.